Është zhvilluar testimi i nxënësve të klasave të pesta të shkollave 9-vjeçare me qëllim vlerësimin e njohurive të fituara prej tyre gjatë 5 viteve të para të arsimit. Në shkollat e Shkodrës janë 1231 nxënës që i nënshtrohen këtij testimi. Është një testim që bëhet për të vlerësuar njohuritë që nxënësit kanë përfituar në 5 vite të arsimit fillor. I nënshtrohen vetëm nxënësit që ndjekin klasat e pesta dhe janë të organizuar në 13 qendra provimi. Janë 63 shkolla të organizuara në këto 13 qendra dhe 1231 nxënës që do i nënshtrohen testimit ose procesit të vlerësimit të arritjeve të nxënësve në arsimin fillor. Kemi 14 nxënës me aftësi të kufizuar, të cilët do kenë testin e tyre të veçantë, por sigurisht do kenë edhe një mësues që do i asistoj gjatë gjithë procesit të testimit. Në mënyrë më të detajuar, Kadia sqaroi disa nga qëllimet kryesore të këtij procesi. Qëllimi kryesor në fakt i këtij vlerësimi dhe i këtij procesi është për të vlerësuar njohuritë që nxënësit kanë përfituar dhe kompetencat kyçe që nxënësit kanë përfituar në gjuhë shqipe, matematikë dhe diturinë natyre. Ka një qëllim tjetër që për të parë edhe nivelin e aktualizimit të këtyre njohurive në situata reale, por nga ana tjetër, qëllim kryesor është edhe për të evidentuar mangësitë dhe nevojat për ndërhyrje në procesin e të mësuarit. Personeli mbikëqyrës i këtij testimi në 13 qendrat e ngritura në Shkodër është caktuar me short nga zyra vendore e arsimit. Kjo është bërë me qëllim shmangjen e çdo veprimi subjektiv të padëshiruar në raste të tilla dhe për të siguruar që rezultatet të pasqyrojnë sa më qartë aftësitë e nxënësve gjatë 5 viteve të para të shkollimit.